Fjala sot. Bekim. Përshëndetje dhe mirë se vini në këtë seri programesh nga pastorët Paul dhe Doug Schroeder nga shërbesa Fjala sot. Dhe fjala për sot është bekim. Në shoqërinë e sotme, për të patur miqësi, ne duhet të plotësojmë disa kushte në mënyrë që njerëzit me të cilët duam të krijojmë miqësi të na pranojnë. Dhe ne jemi të gatshëm të bëjmë çdo gjë që të mos i humbasim këta njerëz. Nga ana tjetër, ne dëshirojmë që edhe ata të bëjnë gjëra për ne. Të rralla janë ato miqësi që i mbjetojnë kohës, kur ne nuk i japim e nuk marrim në mënyrë të ndërsjellë. Por sot, ne duam t'ju ftojmë të ndiqni programin ton për të mësuar se sa shumë bekime do të vinë në jetën tuaj, nëse i besoni Perëndis, nëse krijoni një marrëdhënie personale me të dhe nëse ja nënshtroni veten tuaj rrugëve të Tij. Mësoni kuptimin e nënshtrimit dhe përulësisë dhe shihni se sa të mrekullueshme janë ato kur flitet për marrëdhënien me Perëndin. Jemi të sigurt se do të bekoheni shumë. Më pëlqen shumë që kur vjen koha e zgjedhjeve në vendin tim në Amerikë, të gjithë kandidatët e mbyllin fjalimet e tyre me një deklaratë standarde duke thënë: Zoti e bekoft Amerikën. Kjo gjë mua më bën të mendoj. Një nga gjërat që ne duhet të kujtojmë sa herë që dëgjojmë politikan apo njerëz të tjerë që thonë se Zoti ta bekoi Amerikën, është të jemi të vetëdijshëm se kur ata e thonë këtë, është më shumë një mënyrë e sjellshme të foluri. Pra, thjesht një gjë e mirë për t'u thënë. Është e njëjta gjë kur njerëzit thonë se Amerika është një vend i krishterë. Mirëpo sinqerisht, unë nuk e besoj këtë. Nuk e besoj se ne jemi një vend i krishterë. Si mund të jemi një vend i krishterë kur abortojmë miliona bebe? Si mund të jemi një vend i krishterë kur homoseksualiteti është i shfrenuar dhe përpiqet të përfshijë më shumë njerëz në këtë mënyrë jetese? Si mund të jemi një vend i krishterë kur bëjmë gjëra kundër vullnetit Perëndis? Kështu kur njerëzit thonë Zoti e bekoft Amerikën, çfarë do të thotë kjo? Më kujtohet se në ditët e stuhisë së krishterë, pra në kohën e luftës së Gjirit, ne kishim kohë lutjeje. Kishim ditë kur i kërkonim Perëndis të ishte me ne, të bekonte ushtrinë tonë dhe të na ndihmonte në luftë. Dhe patëm një fitore të shpejtë. Papritur, ne ishim fitimtarët. Dhe e dini çfarë? Tani nuk kemi asnjë ditë më lutjeje. Ndoshta ka diku tjetër, nuk e di. E di që kishin diçka në New York dhe ka gjëra të tjera që ndodhin, por në përgjithësi në gjithë Amerikën nuk dëgjoja njerëz të thonin: a nuk ishte Perëndia i mrekullueshëm? Apo a nuk na bekoi vërtet Perëndia? Ose a nuk është mrekulli që Perëndia na dha fitoren? Sinqerisht nuk dëgjova fjalë të tilla. Ato që dëgjova ishin: as jemi të mahnitshëm? A nuk kemi një ushtri të mrekullueshme? Ky quhet nacionalizëm. Dhe ushtarët tanë janë më të trajnuarit, kanë pajisjet më të mira, kanë municionet më të mira dhe gjithçka që u nevojitet për fitore. Dhe unë mendoj se ne duhet të lexojmë Jakobin. Shpresoj ta lexoni me mua. Jakobi 4, vargjet 7 deri në 10, mund të kisha lexuar edhe nga 10-a vjetër. Në fakt, nuk është ide e keqe ta bëjmë këtë kur flasim për nacionalizëm, luftra e me radhë. Tek libri i dytë i Kronikave ka një varg të bukur. Kapitulli 7, vargu 14, na mëson se si njerëzit i kthyen shpinën Perëndis dhe se ai do t'i dëgjojë ata kur të pendohen. E përsëri, ndjeva se disa njerëz do të thonin: e po, kjo është 10-a vjetër, çfarë thot 10-a re? Prandaj le të shohim Jakobi 4, vargjet 7 deri në 10. Ka disa deklarata të jashtëzakonshme në kapitullin 4 të Jakobit. Perëndia thot se ai do të na ngrejë lart dhe do të na dëgjojë nëse. Tani, unë gjithmonë shqetësohem pak kur flasim për dashurinë me kushte. Por nuk dua të flas për këtë. Duket sikur Perëndia thot: bëj këtë dhe bëj atë dhe pastaj unë do të dua ty. Por nuk është kjo ajo që Perëndia po thot. Ai bekon madje edhe jo besimtarët. A nuk e keni vënë re këtë? Kur bie shi, le të themi,
ju keni një jo besimtar që banon gjitur me ju. A i keni vënë re se kur bie shi edhe kopshti i tij laget? A i keni vënë re se edhe bari i tij rritet? Ndoshta keni parë të dal nga makina me një çantë me ushqime. Pra, edhe ai po ushqehet nga Perëndia. Perëndia po e mban gjallë. Shumë herë, ne duhet jemi të vetëdijshëm për faktin që Perëndia bekon edhe jo besimtarët. Perëndia i do të gjithë njerëzit, por ai premton një bekim të veçantë për njerëzit që e duan atë dhe që i binden atij. Dhe kur flasim për një komb, mund të themi se Perëndia ishte shumë i pakënaqur me izraelitët në Dhjetën e Vjetër. Vargu 14 tek e 2 të Kronikave, kapitulli 7, na thot se njerëzit po rebeloheshin kundër tij. Ata po shkonin pas perëndive të rreme dhe Perëndia po u thoshte: "Dëgjoni, ka vetëm një mënyrë që ju të keni ndihmën time dhe kjo është të pendoheni, të mos merreni më me idhujtari, të ktheheni tek unë dhe ta përulni veten tuaj." Përulësia është një temë në Bibël. Kjo është arsyeja pse jo besimtarët shpesh nuk kthehen tek ai. Atyre nuk u pëlqen përulësia. Atyre u pëlqen të mendojnë: mund ta bëj vetë këtë. Madje ndonjëherë ata thon blasfemi të tilla si: nëse Perëndia është i drejtë, ai e di se un po përpiqem. Por çfarë do thotë kjo? Nëse Perëndia është i drejtë, Perëndia është i drejtë, ai është Perëndi i drejtësisë. Dhe nëse Perëndia është i drejtë, ai do t'i dënojë jo besimtarët e do t'i çojë drejtë në ferr. Kjo është e drejtë. Kjo është ajo që ata meritojnë. Perëndia është një Perëndi i drejtë. Prandaj, sa herë të flisni për drejtësinë, mos i kërkoni Perëndisë të jetë i drejtë me ju. Jo. Unë do të kisha shumë frikë nëse dikush do të më pyeste: nuk mendon se Perëndia duhet të trajtonte ty më me drejtësi? Lavdi Perëndisë që ai nuk më trajton me drejtësi, sepse unë e di se çfarë meritoj. Dhe e di se sa shpejt do të bëhesha jo besimtar nëse do të shpërfillja fjalën e tij dhe shenjtrinë e tij, nëse do të mendoja se mund të kujdesesha për veten time dhe se nuk do të kisha më nevojë për të. Në fakt, ky është një nga mëkatet më të mëdha. Krenaria është një mëkat i jashtëzakonshëm. Kjo është arsyeja pse Perëndia zemrohet me krenarinë. C.S. Lewis ka të drejtë kur shkruan: shumica e mëkateve burojnë nga krenaria. Me fjalë të tjera, kur ju vendosni të bëni vullnetin tuaj në vend që të bëni atë të Perëndisë, atëherë çdo gjë mund të ndodhë. Pra, është çështje serioze kur një komb fillon të krenohet me veten dhe të thotë se është i mirë, është i fortë me radhë. Kjo është e kundërta e asaj që Perëndia dëshiron. Po kthehemi tek Jakobi 4, vargjet 7 deri në 10 dhe ka disa kushte këtu. Perëndia thotë së pari: nënshtrohuni. Më lejoni t'ju pyes: a ndiheni sikur i jeni nënshtruar Perëndisë? Mendoj se jo. Nuk e ndjej këtë. Më pas thotë: kundërshtoni djallin. Unë kam jetuar në zonën e Milwaukee për 38 vjet dhe më kujtohet se në fillimet e mia atje isha duke parë një broshurë për kinemat dhe vura re se kishte 3 të tilla për të rritur, ku shfaqeshin filma për të rritur. Kjo ka ndodhur 38 vjet më parë. Dhe pastaj, pas disa vitesh, mbetën 2. Dhe pas disa vitesh të tjerë, mbeti vetëm 1. Dhe e dini çfarë? Nuk ka më kinema për të rritur, të paktën, me sa di unë, në qytetin dhe në rrethinat e Milwaukee. Disa mund thonë tani: kjo që nga mrekullueshme, qyteti që nga pastruar nga këto fllëqësi. Jo. Kjo gjë nuk vërteton pastrimin. Ajo vërteton se gjërat kanë shkuar shumë keq. Ato kanë shkuar aq keq sa që tani njerëzit kanë mundësi ta shohin gjithë këtë imoralitet në shtëpitë e tyre, duke marrë video pornografike në çdo dyqan që i shet ato, apo duke paguar kanale në platforma digjitale. Kaq keq kanë shkuar gjërat. Kështu pra, ne nuk po e kundërshtojmë djallin si një komb dhe kjo duket qartë. Pastaj, pjesa tjetër e vargut thotë: afrohuni. Afrohuni. Perëndia po na fton të afrohemi tek ai. As këtë nuk e shoh. Nuk e shoh as pak. Pas luftës së Gjirit, në fakt, gjatë luftës, pjesëmarrja në kish ishte 15-20%. Dhe pas 2 muajve,
kjo përqindje ra dhe gjithçka u kthye si më parë. Unë mendoj se vetëm kaq kohë zgjati ky afrim. Nuk dua të tregohem pesimist dhe sigurisht nuk dua të dukem negativ, por po përpiqem të jemi sinqert. A e dini, Perëndia dërgonte një profet tek njerëzit dhe kjo është ajo që predikuesit supozohet të jenë sot në dhjetën e re. Ata duhet të jenë profetët. Dhe ata nuk duhet të thonë vetëm se sa i mrekullueshëm, i dashur, i mirë, i mëshirshëm, i butë dhe i duruar është Perëndia. Por, edhe duhet të kujtojnë njerëzve se Perëndia dëshiron që ata të jenë të bindur. Kush po e bën këtë? Kush po e bën këtë në shërbesat tona në mbar botën sot? Kush po a kujton këtë njerëzve? Perëndia ka disa kërkesa për njerëzit e tij. Për shembull, kur lexojmë më poshtë tek Jakobi 4, ai thotë: "Pastroni duart tuaja dhe pastroni zemrat." Mirë, hidhini syt përreth. Shikoni vendin ku punoni, vendet ku shkoni të hani, vendet ku bëni pazar. A e ndjeni se ka një dëshirë të vërtet për qenë të moralshëm, për të pastruar gjuhën e përdorur në revista e me radhë? A shihni ndonjë përpjekje të vërtet për të thënë, ne si një komb duhet të pastrojmë duart, le të heqim dorë nga aborti, le të bëhemi të drejtë me Perëndin? A ka një thirrje të vërtet për këtë? Apo shihni një dëshirë për ta shpërfillur këtë? Një dëshirë për të thënë, duhet ta shohim këtë, por pa e vrarë mendjen për asgjë. Perëndia pret të kundërtën. Ndërsa ju vazhdoni ta lexoni këtë kapitull, ai thotë: "Pikëllohuni, mbani zi dhe qani, të qeshurit tuaj le të kthehet në zi dhe gëzimi në trishtim." Për këto gjëra pra që mua nuk më pëlqejnë. Unë dua që ju ta merrni seriozisht këtë. Gjithsa thash, tani dua t'i përmbledh në fjalën përuluni. Përuleni veten tuaj para Perëndisë. Ne përpiqemi ta shmangim këtë temë dhe flasim për materializmin. E dini, nëse punoni shumë në këtë vend, mund të bëheni të suksesshëm. Flasim edhe për moralin. Disa njerëz janë moralist. Skribët dhe farisejnë në Bibël ishin moralist. Ata mendonin se ishin më të mirët se të tjerët. Ata luteshin më shpesh, i jepnin lëmosh, pra bënin gjithçka. E përsëri, Perëndia thotë se shumë herë ata ishin si varre të zbardhura. Këto ishin varre që qelbeshin në erë dhe sa herë që kishte ndonjë festë, ata shkonin dhe i lyenin në të bardha që era të mos ishte aq e keqe, aq e fortë. Dhe Perëndia thotë se ata janë si varre të zbardhura sepse në sipërfaqe duken të bukur e të pastër, por brenda janë plot me ligësi dhe gjëra të këqija që janë kundër vullnetit të tij. Gjëja e parë që Perëndia dëshiron është përulësia. Unë dua t'ju nxis që të shkoni tek ai dhe të thoni: Zot, ne e dim se nuk e meritojmë faljen. E dim se nuk e meritojmë mbrojtjen tënde, kujdesin dhe ndihmën tënde, por të lutemi, Perëndi, në mëshirën tënde na ndihmo. Ne e përulim veten tonë, të lavdrojmë ty, Zot. Ti je i vetmi që mund të na ndihmosh. Ti je i vetmi që mund të na çlirosh. Dhe pastaj Perëndia thotë se kur një komb e bën këtë, kur një komb kthehet tek ai, Perëndia do ta bekojë dhe do ta çlirojë atë. Krenaria është një karakteristikë që nuk na lejon të afrohemi me Perëndin dhe të pranojmë se nuk mund të realizojmë asgjë me forcat tona duke u mbështetur tek vetja jonë. Për këtë arsye, përgjatë gjithë Biblës flitet për përulësinë. Dhe siç mund të keni mësuar nga programi i sotëm, Perëndia e bekon një zemër të përulur që shkon tek ai e penduar dhe në bindje dhe kërkon të bëjë vullnetin e tij. Gjithashtu mësuam se nëse afrohemi me Perëndin përmes birit të tij, Jezus Krishtit, ne do të duam të bëjmë atë që ai dëshiron dhe në të njëjtën kohë edhe do të bekohemi prej tij në mënyra të mrekullueshme. Dhe ju mund t'i keni të gjitha këto. Nëse keni pyetje apo doni të mësoni më shumë për Jezusin, na shkruani në adresën tonë postare TWR Albania, kutia postare 130 Tiranë, ose në adresën e emailit twralbania@gmail.com. Këtë program mund ta dëgjoni në YouTube në kanalin TWR Albania, playlista Fjala Sot. Faleminderit që na ndoqët dhe paqen dhe bekimet e Perëndisë.